vitin 2017, pikërisht eksperienca ime e parë në punë në administratën publike, ka qenë ndërmarrjen Tirana Parking, e cila në ato kohë ka qenë varësi Bashkisë Tiranë dhe Ministrisë Brendshme. Kam ushtruar detyrën për rreth 3 muaj e gjys në këtë ndërmarrje me detyrë inspektor terreni. Gjatë gjithë historikut tim në ndërmarrjen Tirana Parking, kam raportuar për 36 raste me probleme gjatë punës që kam ushtruar detyrën time. Kanë qenë 36 problematika, të cilat janë trajtuar në shumë tregus si pas ligjeve që janë në fuqi. Të paktën, ajo që unë jam i sigurt, është raportimit në administratën e ndërmarrjes. Pra, është një procedurë standarde ligjore e cila mbahet me proces verbal, raportohet e prori, pra në rastin fjalë kryeinspektori, dhe kryen procedurat me radhë sipas ligjit, deri në zgjidhjen përfundimtare të saj.